të zbatuara dhe ose të kontrolluara nga të akuzuarit për të avancuar qëllimin e përbashkët kriminal. Sipas prokurorisë, ai ishte një mjet për të ekzekutuar dhe për të realizuar planin e tyre të përbashkët kriminal. Ekzistojnë 3 faktorë që krijojnë dyshim të arsyeshëm që kjo nuk ka qenë asnjëherë qëllimi i tyre. Këto faktorë janë përbërja shumë politike, mbështetja e ndërkombëtarëve, si dhe realiteti që ai nuk mund të ishte asnjëherë një mekanizëm pushteti në një vend të tillë. Tani dua të them atë që çfarë u tha edhe më herë gjatë prezantimit të ditës së sotme, që qeveria e përkohshme e Kosovës ishte një qeveri shumë partijake dhe që prej fillimit ishte e krijuar si e tillë. Sikur se parashtrohet në paragrafin 25 të dosjes tonë, krijimi i tij është mbështetur prej Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë Madhe si dhe shtete të tjera europiane si mënyrë për të unifikuar shqiptarët e Kosovës. Kjo mbështetje ndërkombëtare në vetvete ngre dyshim të arsyeshëm që ajo është krijuar si një shtys për të ekzekutuar një plan të përbashkët kriminal për të akuzuarit për të marrë kontroll mbi Kosovën. Në përjashtim të rastit kur sigurisht që ZPS-ja, mbase mund të pretendojë që Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Europa ishin mbështetëse të një plani të tillë kriminal. Ose apo thot ZPS-ja që po bëhet fjalë për një dështim masiv të diplomatët europian dhe shërbimeve të inteligjencës europiane, të cilët nuk e kuptuan kurrë asnjëherë që ky ishte qëllimi i vërtet. Si është e mundur që klienti ynë që në atë kohë ishte 29 vjeç vetëm të ketë gënjur të gjitha ata. Tani le kalojmë në dosjen tonë në paragrafët 564-566. Sipas kësaj, qeveria e përkohshme gjithmonë ka qenë një prej përpjekjeve aspiruese dhe jashtë quajtur qeveri nuk mund të drejtonte një vend që nuk ekzistonte. Në rezolutën e Kombeve të Bashkuara të 1244, sikurse e dim, pra kjo rezolut ka vendosur të ardhmen e Kosovës nën UNIK-un, gjë e cila ka çmendosur fatin e Kosovës qeverisë e koha. The specific actions. Tani le t'i kthehem veprimeve konkrete të Hashim Thaçit, që sipas ZPS-s Hashim Thaçi ka bërë një kontribut domethënës sa i takon NKP-s. Së pari duke u bërë kryeministër. Së dyti, në këtë rol të tij duke bërë emrime politike dhe duke miratuar ligje. Së treti, duke kontestuar autoritetin e UNIK-ut sipas rezolutës 1244, duke vendosur e përsinë e qeverisë përkohshme të Kosovës. Dhe së fundi, duke qenë i informuar për krimet e kryera në verën e vitit 1999, por duke mos i parandaluar apo ndëshkuar krimet e bëra. Thaçi ka mbajtur pozicionin e kryeministrit, por çfarë kompetence reale kishte ai në atë pozicion në mënyrë të tillë që të realizonte një plan të përbashkët për të pasur kontroll mbi Kosovën, në një situatë kur komuniteti ndërkombëtar as nuk e njihte fare një pozicion të tillë. Ai nuk mund dërgonte as edhe një letër UNIK-ut në atë rol që kishte si kryeministër, sepse këto letra ata ja kanë kthyer mbi bazën e një politike zyrtare. Dhe këtë mund të gjeni më konkretisht në provën 1-2-0-0-3-6-1. Ai nuk mund në shkruante asnjë angazhim domethënës detyrues për kosovarët në rolin e tij si kryeministër. Siç ka dëshmuar John Duncan këtu përpara jush, ai nuk mund ta nënshkronte marrëveshjen për demilitarizimin e UÇK-s duke përdorur titullin e kryeministrit, pasi fuqitë e aleancës nuk e pranonin këtë, sepse ato nuk ishin të gatshëm që ta njihnin Kosovën dhe sigurisht nuk ishin të gatshëm që të pranonin Hashim Thaçin si udhëheqës së Kosovës. Në realitet, ky ishte thjesht një titull, një ofiq për një shtet që nuk ekzistonte fare. Nuk ishte një shtys përmes së cilës NKP-ja mund të zbatohej.